Ali Ahmeti, sot një 52 vjeçar i pushtetshëm në Maqedoni, lindi në fshatin Zajas të Koçovës. Jeta e Ali Ahmetit një spirale nga ato që u ngjajnë liderëve Ballkanas, një burr i lidhur me luftën, pushtetin dhe paqen. Ai nuk jeton në Shkup apo Tetov, por udhëton çdo ditë për në Zajaz. Angazhimi politik i tij ka filluar qysh në shkollë të mesme, kur arriti që me sukses të vendoste përdorimin e gjuhës shqipe në gjimnazin e tij në Koçovë. Në vitin 1986, Ali Ahmeti fiton azil politik në Zvicër, ku jeton deri në vitin 2001, ku njihet si Abaz Gjuka nga të gjithë miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij. Në vitin 2001, Ali Ahmeti zgjidhet komandant suprem dhe përfaqësues politik i ushtrisë çlirimtare kombëtare në Maqedoni. Katër kurra me një fmi, me një zdojshin o për kufi, fjalët e funit o qelkanika, as me ditë se më therjin frika, as me ditë se mytem lujt, nuk i binde mo urt një trujt. O jam shqiptare more thaj, nuk e jani. Pas marrëveshjes së Ohrit të nënshkruar në gusht dhe shpërbërjes së ushtrisë çlirimtare kombëtare në shtator të këtij viti, Ahmeti angazhohet aktivisht në procesin e implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Në qershor të vitit 2002, Ali Ahmeti themelon Bashkimin Demokratik për Integrim dhe zgjidhet kryetari i kësaj partie. Po në atë vit, BDI fiton shumicën e votave të shqiptarëve në zgjedhjet parlamentare të Maqedonisë. Aktualisht, BDI e Ali Ahmetit është parti pjesëmarrëse në koalicionin qeverisës pas zgjedhjeve të qershorit 2011, së bashku me VMRO DPMNE Nikola Gruevskit, kundrejt të cilit janë shtuar akuza ndaj disa faktorëve dhe analistëve shqiptar se po përkeqëson të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni dhe se manifeston ndjenja dhe projekte nacionaliste. Akuza që të bëjnë të mendosh disa çaste, nëse ashtu si dhe ne, edhe zoti Ahmeti mendon kështu për aleatin e tij në qeveri.